Rikthehemi tani në studio, si që paralajmërova me misafirin ton do flasim për një temë mjaft të bukur që çdo vit gjithë besimtarët e konfesionit islam na bën të lumtur organizata humanitare Legis, shoqata të themi, kemi përfaqësuesin pikërisht nga kjo shoqatë Liridonin. Liridon, mirë se erdhe në këtë emision dhe sot do flasim për gjitha aktivitetet e shumta që i keni bërë gjatë muajit të Ramazanit, jo vetëm, por edhe për shoqatën në përgjithësi, po fillimisht faleminderit. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Na flit pak për vizionin e kësaj shoqate, për ata që për herë të parë dëgjojnë. Unë jam sot si përfaqësues i Legisit, është organizatë jo qeveritare, e cila është themeluar ka 16 vite, dhe spektri i aktiviteteve të cilët i ndërmarrin gjatë 12 muajve është shumë i gjerë. Ata janë shumë të zëshëm për realisht për të drejtat e njerëzit, por edhe të drejtat e refugjatëve, migrantëve, por edhe personave të cilët janë në nivelin mesatar të hyrave dhe ato të cilët janë nevojtarë. Aktivitetet të cilat i bëjnë gjatë tërë vitit janë të shumta, por veçanti të madhe ka muaji i shenjtë i Ramazanit, sepse në atë muaj ashtu si që shohim edhe ne, aktivizohen edhe gjithë shoqëria që të bëjnë vepra të mira, sepse është edhe muaj ashtu. Të ndalemi pak këtu. Gjithkush aktivizohet, edhe ti aktivizohesh, pash edhe në fotografi të ndryshme që cila është kënaqësia, se ndoshta vetë edhe kur bashkoheni të gjithë njerë në vit, aty ju jep edhe një ndjesi tjetër, një ndjesi afirmiteti, mirësie, mirëqenjeje, dhe ndoshta aty lindin edhe ide për të marrë edhe më shumë ndihma, për të dhënë më shumë ndihma. Si janë këto takimet tuaja? Me Legisin kam filluar bashkëpunimin që gati 5 vite, ka filluar në mënyrë institucionale, pastaj ka vazhduar në mënyrë shoqërore dhe e kam bërë si traditë që shumë aktivitetet cilët i postojnë në rrjetet sociale, unë i ndjek, i suportoj atë sa ka mundësi, dhe patjetër që një herë në vit shkoj dhe bëj shpërndarjen e iftareve dhe shujtave ditore për personat cilët gjatë muajit të Ramazanit janë duke agjëruar, por kjo nuk kupton që vetëm të fesë të konfesionit islam personat marrin shujta, sepse kemi edhe të nacionaliteteve tjera dhe ato që nuk janë musliman, sepse realisht muaji i shenjtë i Ramazanit ka ardhur që na bëjë më të mirë të gjithëve dhe atë mirësinë të cilën e sjell ky muaj ta ndjejnë edhe ato që nuk janë duke agjëruar, sepse vrehat ajo atmosfera e mirë e cila e sjell ky muaj, definitivisht. Lexova në një rrjet social në Kosovë një djalë i cili kishte qenë një besimi tjetër për hir të shoqërisë, e ka agjëruar tër Ramazanin dhe kjo na bën të gjithë të lumtur sepse solidarizohen me ne, të paktën këtë e bën shoqëria që të gjithë ta ndjejnë një herë të paktën atë ndjenjën e Ramazanit dhe mjafton këtë ta kemi arritur të paktën te një person në vit një herë. Patjetër, andaj edhe kjo është pjesë e aktivitetit gjatë shpërndarjes së iftarëve, do të thonë nuk bën dallim se a janë duke agjëruar apo jo, sepse ideja është që të gjithë ta ndjejnë atë mirësinë të cilën e sjell ky muaj. Liridon, nuk është e lehtë që të mund të menaxhosh edhe të financosh kaq shumë iftare çdo ditë, siç e bën edhe shoqata Legis. Si arrin financat? Ka ndihma institucionale, ka ndihma nga kompani të ndryshme? Si mund edhe të tjerët që dëshirojnë që po na shohin të kontribuojnë tek kjo shoqatë? Po, sinqerisht, me sa kam unë informata dhe me sa kam biseduar me sa ke? Po, donacione do me thonë i kanë vetëm nga donatorët të cilët i kanë nga diaspora dhe nga shteti i Maqedonisë së Veriut. Nuk ka ndonjë përkrahje institucionale për këto aktivitete, ndoshta për ndonjë aktivitet tjetër të cilët e kanë ndërmarrë, kanë pasur bashkëpunim institucional, por këto relativisht i bëjnë me donacione. Më së shumti nga Bosnia, Malizi, Shqipëria, Maqedonia, Kosova, janë këto shtete të cilet më së shumti kontribuojnë që të realizohet edhe kjo. Për afërsisht nga sa iftare në ditë janë dhuruar? Gjatë muajit të Ramazanit janë 200,
Në ditë? Në ditë, po. Sepse vinë ato personat cilët i kanë në evidencë legjisi, sepse këto persona i kanë në evidencë gjatë 12 muajve, dhe në Ramazan, do me thonë, është një listë të cilët ata presin që ta marrin shujtën ditore, dhe realizohet ky organizim. 200 është në ditë, por është shumë interesant kjo pjesa e iftareve, sepse legjisi ndonjëherë del edhe nga suazat normale që mund ta konsiderojmë ne, sepse organizon iftare edhe për refugjatët cilët janë në Tabanovës dhe në Xhevxheli. Aty janë paraparsisht 50 persona cilët kanë nevojë për iftare. Domethënë, jashtë kësaj në Shkodër, deri aty mund. Prandaj është shumë e rëndësishme. Unë sinqerisht jam vetëm pjesë e këtij aktiviteti. Ti je një dashamir. Dashamirës i aktivitetit të tyre, sepse në jetë kam konsideruar gjithmonë që nuk është ideja vetëm të jetojmë pa bërë asgjë. Edhe nëse aktivitetet apo një iniciativë cila unë konsideroj që është e mirë për shoqërinë e ka filluar ndonjë tjetër, atëherë nuk duhet të jemi kompleks dhe mos ta suportojmë apo faktin mos të bëhemi pjesë e saj edhe për pak kohë apo për pak ditë. Sepse nëse mendojmë që duhet shoqëria të ndryshojë, duhet të fillojmë nga vetja. Edhe nëse nuk e kemi filluar ne si aktivitet, por e kanë filluar çifti Jasmini dhe Mersia, të cilët i përshëndesim. Do me thonë, është shumë mirë që të largojmë nga komplekset njëherë për gjithmonë dhe suportojmë gjërat të cilët mendojmë që janë jo vetëm të mira për mua si individ, por edhe për gjithë shoqërinë. Po, më thuaj, jemi në fund të muajit të Ramazanit, ma vetëm ka ngelur sot dhe nesër të shpërndahen edhe nga 200 iftare dhe ditën e diel na pret Fitër Bajrami, ndoshta ajo festa që unë për vetëm e paturime pres si një fëmijë, sikur të jem ende fëmijë. Ka ndonjë aktivitet që ka organizuar shoqata Legis pikërisht për këto festa? I kemi pastaj edhe Kurban Bajramin pas 2 muajsh. Gjatë muajit të Ramazanit, pasi që përfundojnë aktivitetet e iftareve, gjatë ditës së Bajramit shpërndahen, do me thonë Bajramin e dim që është fest më shumë e gëzimi është i fëmijëve, dhe aty është edhe gëzojmë edhe ne që jemi pak më të rritur, por sinqerisht e dim vetë se atë kënaqësinë e Bajramit e kemi përjetuar shumë më shumë se kur kemi qenë më të vegjël. Andaj edhe shpërndajnë 100 dhurata apo pako për fëmijë, të cilët shpërndajnë në Xhamin Hatunxhuk, e cila është në Çajër, është në hyrje të Çajër Çankës. Dhe e din gjithë ata, do thonë për këtë aktivitet më shumë roli i gruas aktivizohet, Mersia bashkë me ekipin cilën e ka, dhe bëhet një organizim shumë i mirë që ka vite cilët e organizojnë, dhe në një farë forme mbërrin ai gëzimi edhe tek fëmijët. Po kur fëmiu është i lumtur edhe prindi padyshim që edhe dyherë më shumë e gjithë bota është më ndryshe. Po, fiks. Të flasim pak për projektet më afatgjata, sepse 16 vjet të mbijetosh dhe aq shumë të ndihmosh të tjerëve nuk është edhe lehtë. Kjo tregon edhe për seriozitetin e Mersisë dhe Jasminit, po edhe juve si bashkëpunëtor apo thjesht vullnetar dashamir të kësaj shoqate, të cilët nuk jeni të pakt, jeni të shumt dhe çdo vit ndoshta jam e bindur edhe që çdo vit shtoheni, sepse dëshira për të ndihmuar të tjerët kur nuk shuhet është një gjë për t'u përshëndetur. Tregon seriozitetin, e thash edhe të Mersisë dhe të Jasminit, cilat janë planet, aktivitetet më afatgjata që ata i organizojnë brenda këtyre 16 viteve, po që edhe në vazhdimsi për pretendojnë të i vazhdojnë. Kryesisht, kjo shoqat mirret më shumë me personat në nevojë. Aktiviteti i dytë të cilët e bëjnë është ngritja e zërit ndaj padrejtësive, edhe në shtetin tonë, por edhe kryesisht në botë. Gjë që çdoherë më ka zgjuar kurreshtin, sepse janë atë këmbgulës në atë që e bëjnë dhe në atë që e suportojnë, pa marrë parasysh se çfarë pasohesh mund të kenë.
Çka ka lanë mu shumë përshtypje është suporti dhe ngritja e zërit që e bëjnë ndaj padrejtësive që bëjnë në Palestinë dhe në Gaza. Domethënë, nuk ka ditë të cilët ato nuk ndërmarrin ndonjë aktivitet për të suportuar ato njerëz atje, sepse sinqerisht ne po e shohim me sytë tonë. Çfarë padrejtësi ju bëhen po? Aty po merr fund njerëzimi, po merr fund humaniteti. Ne gjatë gjithë jetës po flasim organizatat më të mëdha botërore, që janë për të drejtat e njerëzit, për të drejtat e fëmijëve. Dhe ata nuk ndërmarrin asë. Dhe po e shohim me sytë tonë sepse teknologjia na e ka mundësuar gjithëve, se si po shkelen atë shumë ato të drejta dhe si po merr fund edhe njerëzimi, edhe humaniteti dhe gjithçka. Dhe kjo është ndoshta edhe njëra nga arsyet kryesore e cila më ka shtyr që të jem pjesë sadopak e vogël e këtij aktiviteti që të bëjmë. Më kujtohet para disa muajve ka qenë i ftuar një fotograf i Bosnës, i cili ka qenë fotograf në Gaza para 30 viteve dhe na i ka treguar të gjitha fotografitë të cilat i ka bërë para 30 viteve dhe gjenocidi i cili ka ndodhur edhe para 30 viteve. Dhe ai mundoheshte të na e shpjegon gjithë këtë luftë që ndodh atje me fotografi dhe me fakte dhe na thoshte që kjo që po ndodh sot, domethënë ka ndodhur edhe gjatë 30 vite më herët, edhe ndjem keqardhje shumë për çfarë po ndodh atje, sinqerisht. Edhe prap mundohemi që me aktivitetet tona sadopak të prekim edhe të prekim edhe atje. Janë organizuar dikon 5 iftare në Gaza. Nga Legis? Nga Legis, me përfaqësuesit të cilat i kanë atje dhe lidhjet që i kanë atje. Po do me thënë iniciativa është nga... Dhe 3 në Siri. Ju lumt. Si mund të ndonjë biznes apo dikush të ju ndihmon, duhet të kontakton me Zirin Jasminin? Bizneset e çajirit dhe të Shkupit zakonisht vetë se i njohin Jasminin dhe Mersihan dhe... Janë të zëshëm në rrjetet sociale dhe kjo është për... Gjithë donacionet gjatë muajit të Ramazanit edhe jashtë muajit të Ramazanit i japin tek Legisi, por nuk do me thonë që vetëm me tolla mund të ndihmosh Legisin, mund të ndihmosh edhe të jesh vullnetar në aktivitetet që të bëjnë, mund ta, nëse nuk e di, je ndonjë butik për garderoba, atëherë mund të bësh donacione garderoba. Mund të bëhen edhe garderoba. Dhe të njëjtat shpërndahen para Bajramit që në fund të Ramazanit fëmijët të jenë gjithë të gëzuar. Kjo është mund ta cek që edhe aty afër që janë restorantet, burektorët, pjesë të çajirit, bëjnë donacione njëjtë për ushqime gjatë muajit të Ramazanit që japin shujtave hyjtore. Si të zgjat ky Ramazan një vit? Po, sinqerisht është muaj më i veçuar, por të gjithë ndjejnë atë mirësi e cila mbështeton gjatë këtij muaji. Dhe të jemi të njëjtit njerëz edhe gjatë muajve të tjerë dhe nuk po mund ta, nuk e di, ta shfaqem atë mirësinë të cilën po e shohim që e kemi brenda. Duhet ta sfidojmë veten. Ta fillojmë nga vetja para se një ndryshim të fillon nga vetja. Është definitivisht pas një ndryshim është madhështia e Zotit e cila na jep durimin, na jep ato vetit, na i shfaq ato vetit mira të cilët i kemi, sepse sinqerisht ne po e shohim që ka shumë njerëz të mirë, ka shumë shembuj të mirë në shoqërinë tonë, ka shumë njerëz të mirë të cilët dojnë të kontribuojnë që kjo shoqëri dhe e këtu doja të pyesja si është komunitetin Liridon, pasi që ti edhe pak ke qenë pjesë atyre të cilët në mënyrë të drejt për drejt ke pas kontakt me raste sociale, me njerëz të ndryshëm, si është komunitetin, ka filluar që të vetëdijsohet, ka filluar që të ndihmon, jo vetëm për Ramazan, në përgjithësi, ka filluar të ndjen dhimbjen e tjetrit, të ndjen pozitën e tjetrit i cili nuk është ndoshta në një nivel me të. Sinqerisht, po flas për Çajirin sepse është vendi ku banojmë dhe gravitojmë.
Unë jam shumë i sigur që gjithë e dim që qajerasit kanë një zemër shumë të madhe dhe të mirë. Por qalojmë tek filantropien, do me thonë është vetit të cilët e kemi gjithë, por aktiviteti dhe aktivizmi shoqëror në mungon për shumë raste. Do me thonë, i kemi parë edhe rastet e fundit cilët nga kanë ndodhur, sidomos me adoleshentët e me rinin. Do me thonë, nuk po jemi shoqëri e cila po bëjmë prevencionin e dukurive negative. Disi jemi bo shoqëri se po presim të ndodhë probleme dhe pastaj po zgjojmë të gjithë. Për një kohë të shkurtër zgjojmë, se pastaj prapë sikur po reagojmë në afekt dhe reakcioni po është aq i madh sa që nuk po mundemi ta mbajmë atë reakcion dhe pas 2 diteve ai reakcion po shuhet dhe prapë po vazhdojmë. Do të thonë asnjëherë nuk po analizojmë në ato fillet e problemit dhe si ta zgjedhim atë problem ose pse na ndodhi, cilat janë arsyet, të thjeshtë ndalesh të bisedosh me veten, cilat janë metodat që të parandalojmë, por domethënë reagojmë gjithmonë në afekt, pasi që të ndodh problemi, 2-3 ditë reagojmë atë zhurmshëm saqë po na mërzitet edhe vetja dhe pastaj përsëri po i kthehemi. Po vazhdojmë normalitet. Po, realitetit. Kjo është njëra nga dobësitë që e kemi si shoqëri, ndërsa filantropia dhe humanizmi nuk na ka munguar asnjëherë. Për në fund, sepse jemi edhe në 5 minutat e fundit, si e shihni të ardhmen e Legjisit? Të ardhmen e Legjisit, do të thonë, unë gjithmonë kam insistuar, edhe kur kam qenë pjesë direkte e institucioneve, që këto OJC të jenë pak më shumë në mënyrë institucionale të organizuar. Të përkrahen? Gjithmonë kjo është e rëndësishme. Do me thonë, disa gjëra që Legjisi mund t'i bën edhe shteti me duke e përkrahur njëjtë Legjisin. Po jo vetëm Legjisi, por edhe shumë... Po ashtu i lehtësot edhe puna shteti që vëllë ndihmon... Edhe shumë, do më thonë, shteti ka mekanizmat që të testoj, të bëj analizat, të maj evidencë statistika, për çdo që se si po e bën punën e vetë. Dhe në bazë të asaj të investon në ato që dhe t'i shpërndan shërbimet. Do të thonë, krejt botën ndodh kjo. Nuk mundet shteti vetëm vetë ta organizoj shoqërinë, do të thonë, ka partner, ka ato të cilët dojnë të kontribuojnë në shtetin tonë dhe shumë më mirë do të kishte me qenë që gjithë OJC-t ta kenë një databazë për personat të cilët kanë nevojë. Kanë nevojë, po. Të mos të bëhen dublime në listat. Ndodhin edhe kështu raste. Kjo ka qenë njëra nga jo në aspekt të keq përdorimit, por të kemi një evidencë, për shembull Çajiri të ketë një evidencë apo nuk e di komuna tjera që sa janë personat të cilët realisht kanë nevojë për një shujtë ditore. Dhe gjitha shoqatat të krijojnë një databazë e cila është një sistemi të përbashkët dhe ato të bashkëpunojnë me njëra tjetrën se ku janë dhe cilat janë mundësitë të avancimit këtyre shërbimeve. Kjo ka qenë njëra nga qëllimet e mia kryesore aso kohë, por unë besoj se do e arish një ditë. Po, patjetër, inshallah. Liridon, të faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij emisioni, faleminderit shumë edhe për këto informacione që na dhe, besoj se gjithë ata që na dëgjuan e panë se sa vepra të mira bën kjo shoqat dhe të shpresojmë se të paktën 5 persona në mot vitin që vjen, Ramazanin që vjen, të jenë edhe ata vullnetar dhe të ndihmojnë edhe ata në një farë mënyre për të gjithë ata të cilët ka nevojë. Faleminderit juve, të ftoj vitin tjetër na bashkangjitet. Unë e të premtoj publikisht. Faleminderit.